Edhe sot do ta kemi një panel të mrekullueshëm dhe i pari që vjen është Ron Kastrati, psikolog. Fatbardha Hoxha, këngëtare. Lumturia Shabani, këngëtare. Fundit për sot, Arlen Kahrimani, gazetar. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në Elite Way. Kam knaqësinë të kemi këtu sot bashkë me mua dhe Ndrim Nëzirin. Ndrim, do një përshtypje nga paneli? Kush do t'jetë flok sot? Gjitha panelet tjera, po unë kom një debules për Ronin dhe komentet e ti, kështu që jam shumë kurioz me ditë se që ako me thonë për temën. Jo, me dhe unë kurioze me pa ty edhe Ronin, se a i keni bët kuptimet e njëjta apo ndryshoni? Nuk e di. Tema është temë që besoj jep shumë indicje për komente dhe për debata, ndaj ta shohim. Ne, si që donë tradita misionit tonë, ne hapim me disa nga deklaratat tuaja. E para që vjen është nga Lumturia Shabani. Ëndra ime tash po merr formë. E vërtet, ëndra ime tash po merr formë. Me gjithësone dhe ma herët jo marrë me muzikë, po në fakt ma shumë me gara e gjana ndryshme. Kështu me muzikë pa ma komerciale, them, tash mas fundi u bona dhe virale. Kështu që po besoj që për një me ëndra jam tash është të marrë formë dhe është të marrë formë ko gjatë mirë. A mendojnë që e ke meritu edhe më herët t'jesh aty ku je sot edhe atë kanë ndihmu njerë që më arrit të kjo pikë? Po, më kanë ndihmu tepër shumë, kom pas tepër shumë përkraje nga njerëz të ndryshëm, po tash ka dashur Zoti më bu ky viralitet dhe besoj që ka ardhur në kohën e duhur. Unë e pa shumë komente të tilla në rrjetet sociale duke thënë që pse nuk po japet hapësira talenteve të tilla. Por me një farë ndyrë, ndoshta që edhe media nuk e ka ditë që ti ki talentet të tilla dhe nuk kam ftu në për studio. Në momenti kur je bo viral në një video shumë të shkurt, mandej nuk kena mujt asna me të kopë se ki qenë në zonën në për intervista. Vërtet, shumë e zënd, ka pas shumë që më kanë shkrujt, po në fakt nuk e di, nështë është probleme dhe të na, dhe me thonë që nështë nuk i bojmë shumë reklam vetës, përsa që është të one, të vetja jam, unë nuk është që kom postu shumë video e gjana për rrëth këti talentit tem, tash edhe ma herët jam konë shumë e zonët me gara, kështu që nështë edhe kjo është pak problem që këto media tona s'pona njohin. Kështu që sa ma shumë postoni video edhe... Dhe thot tash po ja dim vlerën në botës virtuale. Po, e vërtet. Në të vërtet, tarja është e kundërta e asaj mendësisë përgjithshme që ekziston, që po thonë që të na dhezim veç budallakinat. Jo, në fakt, shkojnë viral edhe plasohen mirë edhe njerëz të cilët kanë talent, njerëz që janë gati për me i përfaqësu edhe me i po edhe me i përqafu besa këta talent ndryshe, të jashtëzakonshëm si tarja. O, faleminderit shumë. Po kënaqësi shumë e madhe kur po shoh përkraje shumë të madhe nga publiku i gjanë që i kemi këtu në Kosovë. Varet edhe çka na vjen Elit. Po. Varet çka plasohet. Njëkohësisht i kishim bërë dhe thirrje gjithë ata të cilët e kanë një talent të caktuar edhe dojnë me qenë pjesë e një emisioni, paneli jonë është i hapur për t'i mirëprit. Në mesin e këtij kaosit të madh, të këtyre që shpendojnë gjithçka e që tendence kanë veç kapjen e viralitetit, pastaj njerëz si Tarja ose të tjerë që kanë diçka më dëm për të përfaqësuar dhe po tuten me hi në çat vlugun, kaosin e madh të rrjeteve sociale, tu menu që formula për me kap audiencë maksimale është veç me i boq ato maskarallëqet që i shohim për ditë. Fatkeqësisht i mendojnë. Patjetër ajo quhet mania e viralitetit. Nga e pakuptimtja, tek e rëndomtja, pastaj tek e pazakonshma, që nuk ka fare sens, nuk ka fare logjik.
E kjo po i bën njerëzit të rëmbehen dhe ti shikojnë gjërat të cilat nuk kanë fare dobi në shoqëri. Ndërsa muzika është gjëja më ëmbël për veshin, edhe për disponimin tonë. Atëherë Roni, pse njerëz po i bojnë famshëm këta fenomenet të rrjeteve sociale? Pse po japin audiencë? A mos populli jonë është që po e dën një personazh të tillë? Pyetja juaj gërshëton përgjigje të shumë fishta. Po njëra nga arsyet të cilën do duhet ta ndaja sipas mendimit tim, sipas qëndrimit tim, është se njerëzit ne si shoqëri, përveç që kemi dalë nga tranzicioni sociopolitik pas lufte, kemi pasur të lashe probleme të stresit post-traumatik, vijojmë me probleme tjera të natyrës socioekonomike, sigurisht që jemi edhe shoqëri e bullizuar, por edhe që bullizojmë. Prandaj identifikohemi me njerëz të kategorive të tilla që janë viktima ose ushtrojnë bullizëm, fyejnë, etiketojnë, paragjykojnë dhe kjo neve duket sikur na pakson ankthin ton, të cilin e ndjejmë kur kemi qenë të pasigurt ose kur kemi pasur probleme të bullizimit apo trajtimit të pabarabartë në shoqëri. Edhe ne si shoqëri duhet ta rikuperojmë këtë. Imagjino nëse Ismail Kadare do të merrte pjesë, po flas për të kaluar, nëse do zhvillonte ndonjë emision televiziv, e kam lumtuar sa i përket opinioneve të tija, Recep Çosën dhe shumë shkrimtarë tjerë kanë parë viraliteti, shikueshmëria ka qenë shumë e paktë, shumë e mangët. Po të shikosh sot Linda Morina ose dikush tjetër bombardohet me klikueshmëri. E kjo është e habitshme. Prandaj unë mendoj që këtu duhet të ndryjmë ne, duhet të kontribuojmë, ta ndërgjegjësojmë opinionin. Emisioni juaj jep kontribute veçantë, ka dobi të jashtëzakonshme në shoqëri e impakton këtë dhe shpresoj ta ndryshojmë këtë mendësi. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur që në mesin tuaj shoh këngëtar njerëz të arritur në skenën muzikore, në botën e gazetarisë dhe juve gjithashtu, e patjetër që duhet të kontribuojmë në opinionin e gjerë për të ndarë shembuj të ndryshëm nga jeta jonë, të arritura tona, sfidat që kemi kaluar, të gjitha këto së bashku. Është një prej këtyre njerëzve viral që ti ndjek për shembull? Sot po më vënë në sprovë. Në fakt ne si kombi jemi bashkë, Kosovë e Shqipëri, dhe unë më shumë i ndjek, t'ju them të drejtën, emisione televizive në Shqipëri. Dhe kam vite që ndjek kryeministin Rama, unë kam zhvilluar në takim me të, kam shpreh iniciativë ta shkruaj një libër psikologjik për personalitetin e tij. Jemi takuar, ai ka rënë dakord, po kishim sfida pastaj edhe ne këtu të pandemisë, por edhe atje probleme tjera. Unë e shoh tani Edi Ramën duket sikur kryeministin e Shqipërisë, duket sikur është fokusuar shumë të marrë vëmendje, të krijojë sarkazma, humore që në disa raste janë thumbuese. Për mua kjo është problematike për ne si shoqëri, sepse njerëz të cilët mendojnë që përmes humorit sarkazmik apo thumbimeve mund të marrin vëmendjen nga opinioni, kjo është absurde, kjo nuk është fare vërtet nderim. Unë mendoj që ne duhet me patjetër të tregojmë racional gjatë gjithë kohës, e të ndajmë shembuj, opinione, qëndrime konstruktive në mënyrë që edhe shoqëria të përforcojë ajo që e kam thënë në çdo emision tjetër televiziv, analitikën e turmës. Kur them analitikën, ne duhet të mendojmë edhe mbi mendimet tona, edhe mbi gjërat që na prekupojnë konkretisht, po jo për gjërat e tanishme të cilat janë thjesht aktuale. Don që shumë persona kur ringjallin ato traumat të kaluarës, futën me një gjendje jo edhe aq stabile. Jo rikonstruktohen ato, sepse diçka që rrëfehet edhe desensibilizohet. Kur them desensibilizohet, paksohet ndjeshmëria, asaj historie, pastaj nëse s'mundesh me t'i kalu? Nuk numrat rastet janë të pakta. Diçka që rrëfehet, nxjerret nga brenda dhe dahet me tjetër në mirë besim të plot, edhe në një empati të fuqishme, gjithçka është kualitative. Përmohet, shkoqitet. Po pra. Kalojmë te deklarata tjetër. Fatbarta Hoxha, muzika nuk ka qenë e rastishme tek unë, nuk dola papriturisht të pasjanin fëmiris. Po e kam thënë me një intervistë. Kur vendose me u marrë seriozisht me muzikën? Se ndoshta si të vegjël gjithë kemi ëndra të ndryshme, po kur ishte për ty ai momenti kur the unë do ta marr seriozisht që ta kem një profesion të arshëm? Elita të e pos parasysh faktin që kur ti pak me mushën pak ma të vogël, nuk ki fort vetë besem ose nuk i edhe që ki përkroj për familjes. Po. Edhe në atë kota që na si shqiptari mi rri pak me vlozër ose kur ki desh me shku me një studio,
të ka thonë për shembull jo, se s'ban, ai të kuptu se aty se di ti që ndodh, edhe ku më bo stop. Po me kohën të rrit, edhe ku vendosa ku po që du me bo diçka dhe jam rrit, mo jam mjaft e kujdesshme për vetën, sa me arrit diçka. Tani ka ndodh hitë që më pa të bon këtë pandemis, ka qenë diçka e jashtme, po Për njerëz ndryshe, për shumë prej tyre të cilët kanë pësu në pandemi, te arritë sukses në pandemi. në kohën e pandemis e ku më arrit atë suksesin, do më thonë. Dikush ja ka po hajrin pandemin, Ja pandemis ku ka po unë, po prap e ku po një pauzë, se nuk isha lo e sigur ai të kuptu. Ti më nësh me bo një kohën ka qenë rapor, edhe nuk e kom prit që po ban bashkë ashtu. Atë mungon tash suporti familjes, se po mdo kësh ende skeptike, po dënë, po me një farë mënyrë edhe po heziton mu marrë me muzikë. A ka familja jote besim mjaftueshëm që i me Tash normal që po, është normale. Apo tash je pavarur edhe mundesh mi mbulu të gjitha vetë? Po i mbuloj, jo kam tash normal që kam edhe përkroj për familjes, po flas në atë kohën kur me kom pak ma të vukën, nuk jam mirë heq absolut, as ku ndesh me ditë, si shpe normal si fmi kemi kënu, ose dikome në i festival të shkollës që janë mojt, po jo dishka kështu që me pos konkrete. Pastaj e kom pauzu, pastaj jam këthi prap pas 3 vite, e kom bërë dhe një kong tjetër, prap kom pauzu, deri para 8 ditëve që kom lansu tash një kong 3. Po tash normale kam pak ma seriozisht, tash jam të punu ma shumë, edhe nuk nona. Fatbardha, sot, momentin kur ti ki vendos me marrë seriozisht muzikën, çmimet janë ekstreme. Po. Sa është e vështirë për ty si këngëtare e re me mujtë mi mbulu këto çmime, me bo një këngë, me bo një videoklip, të cilat përafërsisht shkojnë 3.000 minimalja që ka mundesh me gjetë trek, deri në 10.000, 15.000, 20.000. Qysh po mundesh mi përballu këto çmime të tregu që po ndodh tani? Po, të e ditë e litas që sot tash jetët sociale edhe për atyve po fiton, kështu që ka shumë bashkëpunime sot, po më shumë me reklama, me po edhe për reklama, nuk është nëjfar probleme madh. Sa i përkat edhe bashkëpunime... Në tjetër punon si influencere. Po, sa i përkat edhe bashkëpunime, për shembull kështu për videoklip, është probleme që na muna me bashkëpunu dhe me pjesën ati që na ban klipin, për shembull muna më mirë vesh me një qysh mirë me vesh pa më parasysh, po është probleme që mund është me edhe, apo kupton kanal të ati videoklipin edhe është diçka që mund është me bo, pa asnjë shpenzim. Po ti mandej nuk i përfitime nga ajo që po e krijon edhe që është me mja bo në këngën e dytë mandej. Po, nëse përfitimet i marrin që ku pauzu çdo 2-3 vjet. Është kjo normal, është pak arsyeja që se të vynë edhe në afinacione normal, është pak, nuk është veç me bo një muzikë ose një klip, se janë edhe do gjona tjera, është normale. Munkesa e menaxhmenteve që i kishin infuzionu këngëtarët dhe artistat e ri të talentuar si Fatbardha dhe shumë të tjerë, po e krijon që të hendekun në arritjen e qëllimeve dhe të synimeve të tëne. Imagjino duhet me pauzu 3 vjet që me mbledh disa pare që me bo një këngë edhe një videoklip me çato kosto për cilat ti fole. Edhe që kjo është e dhimshme. Pastaj s'ka faj Fatbardha kur thot familja nuk është se mbesun, nuk është se mbështetën, sepse ajo familje duhet me përkthy besimin me pare. Po të besoj ty Fatbardh, po kur i thu Fatbardhës ose tjetrit, po të besoj, dush me adonë dhe paret për mja bo qatë këngë, videoklip, cilat kanë kostomaramencës sot. Normal, unë edhe kum punu vetë, nuk kum punu nuk kum vje mas në menagjar, për i momente që i kum bo 3 këngë, me funksionë ma mirë që të menagjmente, me po dhe menagjmente nuk është që ka shumë në Kosovë, ka shumë pak, shtë që edhe ata e limitojnë ndështa numrin e personazheve që i marrin. Ose kufizohen emrat saktum, cilë ti kanë ngrit edhe marrin gjatë gjithë kohës prej tyne, edhe nuk dojnë me hub kohë të investu në talent të ri, cilët normal duhet kishe një kohë ma të gjatë në dispozicion dhe i sa talenti të tënë dhe shfaqja e tënë në skenë të konvertojnë në pare. Dhe ta ndjekim deklaratën tjetër, Arlindi, momentet kur të intervistuari të regojnë histori, e qajnë para me, ndihem shumë në siklet. E njëjta më ndodhe dhe mu, sepse kishim rastin më herët, edhe hiç s'kom pas dëshirë me qenë njëri nga ata emisionet që mysafir qojnë për para me prej ati sikleti që më shkakton mu më ndej. Pse ndodhë kjo të është këgja një farë sikleti, se kur fillon intervistus më të qojtë para ftyrës, ti nuk din që ato momenti që me reagu, ose që ka me bu. Unë e kom shumë raste, kom pos një që, jo njëtë, por gjatë intervistat që kom bu, më ka ra
me pos intervista lloj-lloj temave, për ma shumë kom pos tema rreth familjes. Edhe dim që për çdo njeri familja është pika më e dopt. Edhe kur e prekin një njeri në familje të një personi familjes i cili e ka lëndu ndoshta, që atër fillojnë me qajt zakonisht. Unë kom raste që e kom pas një plak i cili ka të regu për fëmijët e vetë, cilë fëmijët e ti ka bu me pasuni, sot fëmija ti se a qilin dhere në shpis, edhe e ka gjetë një formë, më ka gjetë mu me një formë më ngushlu të në dhe me qajt një intervjist të une. E zakonisht kjo ndodhë me njerë se cilët nuk munën më shprej shpesh herë, edhe i mojnë senet mrena. Edhe është kogja se shumë e siklesh me kjo pjesë, se masani e din... me mbajt vetën që mos me qajt edhe ti? Ka pas rast që kom qajt edhe. Sepse dikur në botën e medias gjithmonë u gjykojshin prezentues ose gazetar kur e bashkëndjeshin mysafirin edhe qajshin të dë, sepse me një anë quhen jo profesional, se s'ki ditë me menaxhu emocionet e tua. Po tash ato ndjenje, nëse s'djen me kajt, nëse s'djen me kajt nuk qon. Po sot ka ndryshu. Ka raste që ne kom qajt, ka raste që nuk kom qajt. Varet edhe pak a shumë pej temës ose pej çkave do ku të ful. Nëse ai ka pas faj, nuk mu ka qajt. Ki pas faj kaj. Botën e egër televizionit me të vënun siklet momenti emocionali dikuj ose loti dikuj, po më duket ma shumë se njerëzishme. Shumë ma shumë. Se sot krejt po e presin lotin, do më dhënë këtë që ka po pritet sot në botën e televizionit. Me kaj dikush. Po është loti, me qajt. Do njerë edhe ngatrojmë këto format e empatisë shpesher, e tha shumë Të mroni mjafton një emision më rëfy. Ose bon 4-5 emisionë shkon ti rëfesh. A mund të ndaj një gjë. Bota jon e thellë, bota jon njerëzore, është e pafundme, është kozmosale, po besoj që po. Është e pafundme, kemi shumë çka, jo vetëm nga përvojat tona, po nga kujtimet që i kemi, edhe nga gjërat dhe sfidat të cilat i kemi kaluar, por edhe nga traumat të cilat i kemi përballuar pa bërzë, ose nga abuzimet të cilat i kemi kaluar pa i raportuar, pa i ndarë me tjetrin. Këto janë shtypje represive të cilat neve na sjellin sot lot çarje, duke i përjashtuar raste tjera ku kanë sjellje histerike, e bëjnë, ju e thatë, për dramaticitet, emocionet e egzageruara, ekspresive, etj. Po unë po e shoh, po të paragjikoj pak, mam qef, po e shoh gazetarin, paske empati, se derisa ndihesh si në siklet, apo i sikletosur, atëherë unë mendoj që ke empati të fuqishme dhe po i bashkëndjen të gjitha ato gjëra që i merr të rrëfyera apo si informacione nga ata që i interviston. Është një diçka shumë e çuditshme, deri para pak vitesh, shumë para pak vitesh, në media në përgjithësi ose në komunitetin e gazetarëve flitej qysh nuk po ndalen qytetarët për me dhonë një mendim të vetin në lidhje me çështjet caktuara për cilat janë pyet. E sot shoh një masivizim të njerëzve të cilët ndalen para lindit dhe kolegëve të tij, flasin e rrëfen se qysh ka ndodhur ky tranzicioni i madh prej asaj kohe kur njerëzit absolutisht nuk ndaleshin dhe refuzonin me patjetër mikrofonin dhe kamerën, te që ky momenti i rrëfimeve shumë të ndjeshme, si rrëfimet që i bën Arlindi, po edhe kolegë tjerë. Mu ka njëherë Arlind, pa dosht me të paragjyku, më duken të montume. Ma thuj me po ose jo, ose ma jep një sqarim shtes, po më duket sikur ka njëherë ka një bashkëpunim mes jush dhe shumë mysafirëve, dhe këtë nuk po them pa një bazë faktike, që thirrën ata njerëz, vendosën para kamerës me një koordinim, jo pse gënjehet ose manipulohet historia, po ndodh me një koordinim të përbashkët mes gazetarit dhe akterit i cili intervistohet. Në këtë rast mes teje dhe akterit. Unë diku i kom... Nuk është insinuar. I kom 2 vite këtë profesion, edhe i kom mbi 1500 intervista, të publikume. Nuk po flasim për 1500, po të kallëzoj që... Okej, në rregull, i kom diku 1500 edhe nëse dikush del që thot Arlindi e ka inskenu një intervistë me mu. Nuk thash që përmbajtja është inskenu, po ka mujt me qenë marrëveshje. Jo, s'ka ndodhur asnjëherë me bu marrëveshje, jo kur, nuk ndodhur ajse. A ki vrejt ndonjëherë ti të gënyt dikosh? Po, ka ose që gënyt, po masanena edhe shkruajnë një njeri nëse del edhe te dhe e kallëzon një histori tjetër vetë, dhe masanena ai ka me të shkruajt. Ose ka posë s'ka shkru familjari vetë, ama ka mundësi me fshi se ka rajt. Nuk është të vërtet kjo tim që kje ka full. Do me fshi me njerë, normalisht. Por nëse lyp intervistuesi mu fshi video, normal duhet mu fshi. Drem. Unë vërtoj me besu që jo vetëm Arlindi, por dhe shumë kolegë tonë, ka raste kur i koordinojmë bisedat. Nëse, Drem, tash po bëjnë debata, bëse me personale, nëse vazhdojnë me besu, atër besimi është subjektiv.
Nuk ka fakte, nuk ka prova, argumente ose nuk ka qasje empirike. Kushta aty që Ta diçka që ka, Atër më stuj, po du me besu, thuj, e argumentoj, Kemi në studion edhe late weight. I respektoj njerës që janë këtu. Me sa e ndëgjova, tha jo rasisht, po ta them që... Tash s'ka që... Jo, asë. Unë shumë kam qef një mbroj gazetarësh për një arsye se e kam edhe interesin tim të shëndosh vital, po dhe shteti shoqërisë shumë kanë arritë rolin e psikologut me ndërgjetësu dhe me forcu koshiencën kolektive shoqërisë. Rona, bosh ndonjëherë ti për psikolog? Qëfar pyetje që kjo? Që është pyetje? E ndjej nevojën që të rrëfejem, bisedoj, të komunikoj, në fakt... Se ngarkosh me siguri edhe ti nga gjitha ato të cilat e merë prej njerëzve. Pyetjen cilë më parashtrova u emocionova sepse nuk e kam marrë këtë pyetje asnjëherë, në asnjë emision televiziv, edhe kam shumë çka për të thënë, po i bie shkurt. Mua më brengosin çështjet shumë të thella të jetës njerëzore, jo vetëm ato të cilat i kemi rutinore të përditshme, se unë jam nga natyra kurios për gjërat e mistershme të jetës, për nivelin kuantik të vedijes, misteret apo problemet e vdekjes, fazat e zhvillimit të jetës, to gjërat që kanë bëjë me universin konkretisht, por gjithmonë në këndvështrim psikologjik. Normalisht që kam nevojën e ndarjes këtyre gjërave informacione me njerëz profesionistë të dur, sepse ju e dini, edhe psikologu ka nevojë për psikologun, në vendin perëndimor aplikohet kjo çasti ndërim. Absolutisht po. Të shkosh te psikologu nuk do thotë që je anormal ose ke veprime çmendurake. Po dhe ti njëri nga mishi dhe gjaku, si na që kemi nevojë për psikolog. Ama termi çmenduri është termi shpikur nga populli. Ka lujt i çmendën na, jo murët mu çmend pe panikut, jo ankthit çmendet lun. Këto janë termet shpikura popullore. Kur nuk ndodhi njëri mu çmend pe ankthit. E kemi edhe deklaratën e fundit e cila vjen nga Roni, një person që vuan nga mendimet obsesive kryen veprime kompulsive. Iq pa lakë se sot më nxes e trajtuam një emision interesant televiziv pikrish për mbi këtë çështje, mbi magjit, besimet, mbi magjit se irët në terma popullor. Edhe unë thash, a dim pse njerëzit besojnë te magjit, se kemi të bëjmë me një veprim simbolik që impakton jetën tonë reale. Do të thonë një veprim simbolik. Merr tuft flokëve, gjun maskauçit, merr ujë të një trupit pa jetë ose 10 varit, vendos në prag shtëpisë. Këto janë veprime apo rituale që vinë si rrjedhoj e probleme të natyrës psikotike. Pra personi e shtrembron realitetin ndërrim edhe futet në kurthin apo në vallën e këtyre besimeve. E çto mendimet obsesive, në fakt nuk do t'i quaja në terma popullor mysafir të padëshiruar në jetën tonë. S'unë hekim, na përsëritet i mendim gjatë gjithë kohës, besoni, edhe përpiqemi ta largojmë, ta shmangim, bëjmë një veprim, të pastrojmë shtëpinë, t'i numrojmë shkallët, t'i numrojmë lëvizjet e gishtrinjeve. Këto janë veprime kompulsive, ripërsëritse. Pse bëhen këto? Me paksu apo me reduktu ankthi që e përjetojmë. E obsesionet në jetën e përditshme shumë na bezdisin. Po kur kalojnë këto në psikopatologjike apo bëhen persistente, atëherë meritojnë trajtim. Kam dëgjuar të fol shumë për ankthin, apo mendon që kemi filluar me u bë shoqëni anksioze? Çka po ndodh? Unë po shoh janë faktorë që po ndikojnë. Ndërem beso diçka te ne pas pandemisë ka filluar të na shkaktoj të lash edhe probleme ankthi ekzistencial. Më beso. Jemi tu pas probleme me anktin ekzistencial. Ka filluar dyqysh me na u edhe kuptimi për jetë. Për gjërat që i kemi dashur. Është globale apo është izoluar veç në shoqëri? Është në nivel global. Po vetëm Rona mendon që shumë njerëz po i japin diagnoza vetës të thonë jam në ankth, që më ndodhi çka, jam në ankth, jam në depresion. Personi merr guximin, lexon simptoma në internet, internalizon ato, kur them internalizon i brendson te vetja, edhe fillon të besoj edhe të krijojë përshtypje, të krijojë mendime interpretive se un kam depresion. A dini sa testë duhet më bë për me vlerësuar që ka personi depresion, ose sa testë duhet më u bë, më apliku për me pas, me verifikua ki ankth, në çfarë kozgjatje ki, çfarë frekuencë ki ankth. I lexon simptomat, karakteristikat, këto e kam. Imagjino kur i brendson këto çka ndodh me personin. Ka lënë në një situatë tepër konfliktuoze, pastaj njerë shkon e viziton, bën një vizitë teologut e hoxha, kështu njerë mos kanë pushtu gjindët, ose mos ka shkel diku keq, mos e vjen trajtime tjera. Po mendoj që ky fakti i të pasurit gati gjithçka e ka zbe, e ka hup lezetin e
gjërave të tjera, pastaj edhe përna qënë drejt këtyne mendimeve, paramendimeve, konklusioneve. Jo veç një pyetje ndërëm, nëse ti ki makt natën, makt paralitik, edhe ky makt përsëritet, supozojmë, mbrëmë ke pas, sonde do të kesh, pas nesër do të kesh. A e konsulton ChatGPT-n për çdo që jetu e përjetu, apo vjen te unë, ose te dikush tjetër e konsultohesh çfarë po ndodh me mua? Le ta hapim temën për sot. Sfidat për të arritur suksesin. Tarja, sa ka qenë për ty sfiduse me arrit suksesin tënë? E ceke ma herë që ki qenë pjesë e disa gorave, a mund të shme nga të regu paraprakisht për çfarë gore është fjalla edhe cila ka qenë sfida jote ma e madhe? A e ke të njëjtin problem si Fat Bardha? Unë do me thonë, kam qenë në Universitetin e Prishtinës që kam studiu muzikë klasike. Edhe kryesisht garat kanë qenë për muzikë klasike. Kam marrë pjesë në vendet të ndryshme. Edhe unë jam ajo vajza që kam përfaqësuar Kosovën në World Choir Games, në lojrat e mëdha të koreve botërore, edhe fatkeqësisht për këto nuk njihem. Ja ku e ke hapësirën. Po, do me thonë kjo ka qenë para disa viteve dhe është shumë interesante. Kam qenë pjesë e korit si parantum nga peja, edhe aty do me thonë kam qenë përfaqësuese e këtij korit. Kështu që sfida kam pas tepër shumë, se ndoshta edhe nga tash ma shumë muzika po shikohet se sa që po ndëgjohet, edhe për fat keq kom pas asi komente që jo ti ndoshta e ki zonën e mirë, po do shmo do pak ma bukur. Si roshje. Po, faleminderit shumë. Jo, për ato që... Gjithmonë diçka me dhomë, kështu që mos u merë fare. Që është ajo fjalla popullore nëse nuk ke besh të angjesin edhe nëse ke ta hekin. Po, në fakt, do me thonë, që kjo kënë diqysh një sfid për mu, ndoshta në fillim atëherë, më të tash nuk më interesan, dhe unë e di çfarë kapaciteti kam, unë e di çfarë zoni e kam, po ma herët kom punu ndoshta kom punu edhe papages për dikan, kom ndihmu me bu back vokale ose ona i melodi të ndryshme, pa marrë parasysh kryesisht në muzikë. Pse se punën tonë me bo papages. Kam leju tjetër, ati që ja ki shkru me pas përfitime të mëja. Kam leju sepse ka thonë që unë e ty kom e ndimu, kom e ta hap një derë ose kështu, edhe për atë arsye unë e kom punu në këtë mënyrë, por tani mo gjë që e kom pa qysh është puna, do me thonë se e kom kry punën edhe aj përsa nuk më ka njoft heq, do me thonë që tu jënë kënë sfidat për mu. Ashtë përsa të famshëm? Jo, nuk është i famshëm. Ama ky problemi i standardeve i kryum, jo veç në showbizin vendor, po edhe ato ndërkombëtar, vazhdon me qenë shumë evidente dhe nuk e ka has veç këngëtarë e mrekullueshme që kemi në studio, po edhe shumë emra të tjerë, edhe botëror, të cilë të është me ardhë dhe me po pjesë e një standardi që me kap ma shumë treg. Ma dje kemi edhe emra në Kosovë, zërat të jashtëzakonshëm të vajzave të cilat nuk kanë qenë në formën e tyre ma të mirë të mundshme, edhe është dashur me ardhë në atë formë që kërkon standardi për me kap ma tepër audiencë. Onë sot, me të ju me dojnë nga studio pa të ndëgju pak. Me shumë kënaqësi. Po për ndryshe, kam edhe kolegë, edhe shoqëni, edhe familjarë normalisht që më përkrajnë tepër shumë, po edhe shoqërinë time që pa asgjë në kompenzim, më kam bu kongë, më kam bu videoklipe, ma herët, më kam përkra gjdo gjo. Po, e vërtet, qudi është... Pse? S'po pajtojt me mu, po dhe qudi. Dole rasesh falë. S'ka problem, amo... Muni me bashkë me bo bashkë pisedim. Se po do këtë qudi që i kanë ofru ndë një klip papages? Jo, po këtë se kemë duke që pak si shumë, api do okej, më ta ofru një. Po, gjto sa në kompenzim, pas një gjo, se di. Për të na këto, jo. Po, amo, me dëvërtit, besom një që ka. A jo në veç premtime, apo konkretizohen? Po, jo, nuk janë vetëm premtime. Tash do me thonë, do e shefni që do konkretizohen. Do të thëtë, do në asjel është ndonjë projekt të rja? Po. A mund është më nga zbulu pak? Tash jem të i përgati disa kovera,
edhe pas aty në coverave do të bëj edhe një këngë timën origjinale. Edhe nga pra e shikon Këndon me gojë mbyllur apo hapur? Jo, me gojë hapur. Me gojë hapur. Karakteristikën e të këndumit me gojë mbyllur. Po, Kom dëgju që tu kanë mbush datat për si vjet. e vërtet. A do Gati sa se këndosh kemi në mbyllur përdosma, sezonën. Po në për vende të ndryshme të tjera. Do të këndoj në për dasma, do të këndoj në për natën e vajzave. Do më thonë, mi shti qikat me kajt pak, pak se shumë. Po edhe ndonjë rast veçantë. A i ki mësu gjitha ato këngë që duhet për eventet të tilla? Po, i kam mësu, po në fakt këtë këngën për natën e kanës që këndohet është pak vështirë me majtë mesë, është kogja e gjatë, besoj që në përkëra edhe kolegja. Po, këto normal. Edhe kështu që ato ma shumë i mbajmë kështu me një tablet ose me një fletë gjatë dhe i këndojmë. E tash e ki momentin me na këndu njeve diçka dhe atë këngën që të kom pa unë edhe në atë moment që më njoftu për këtë talent që e ki, ka qenë një këngë diçka që shmjak nuk. Veç në drega të cila, ose që gjëmë dogë, ose... Tiri, miri, miri, tiri, frim, kahani, e mushkil, të lezë. Ose tjetër, Shumë e bukur. këngë indiane, është... Po më tojnë regjia Vuala, nuk e dia ko e... Okej. Voilà, 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 voilà que je suis, ma bella mamacita, mes années sont finis, c'est ma gueule, c'est mon cri, mais voilà, tant pis. Është këngë franceze. Besu, Faleminderit. e këtë tonë edhe të ka beku zote me këtë talent. Faleminderit shumë. Nëse ka edhe një talent tjetër që këndon, Friri e lindur ta. këndon Ta jap me zoti, gojën e jo, mbyllur. Sa ka E që shtë dhe thonë kjo ato, kalon na me po? gojë mbyllin. Po kështu. Do më thë po e këndoj këngën e njëjtë, ose po e këndoj këngën... Edhe diçka tjetër. që ma kanë këndu para se me fillu emisioni ndërimi me... Apo të A këndojshin mirë të qa? Maradona e po, konga favorite janë më dhe thonë. Shumë mirë, shumë mirë. Kështu që po e këndoj këngën e Ertran Vera. Po shpresoj mos të më qeshet. Shumë interesante, faleminderit Faleminderit. shumë. Nësi. Edhe është koha me na tregu se e hape një farë diskutimi Fatbardha. në fakt. Për çka su pajtove? A mu goja më thonë. Jo, më dul pak se rastëshme kur tha për pjesën pa kompenzim për më po diçka. A nuk i has në njerëz të tillë ti? Që nuk të kanë ndihmu? Nashtë edhe nuk kom lyp shumë dim, po në punis nga prej faktit që nëse ke shku me një studio, për shambull ke dish për me bot diçka i interesu për një demo, një diçka ta ka prezentu, po të njëjtën kohë nashtë kur ke shku në shpen, 2 natës ta ka shkruaj je për Nigeria dhe ta up komplet vullnetin për me shku me bë muzika, je të kupto. Do thot ende ka ngacmime të tilla, të cilat Edhe shumë vajza pa i kërku, pa i thonë ba ma pas një pagesë, a kupton, nëse shkon edhe me shpenzime tua, do me thonë prapë e ki atë pengesën që dyqysh ka mu të gjujt, ama nuk e di. Prandaj po thamë, prandaj dërhyra ta ajo pjesa. Fatbardha, momentet të tilla si kjo me Tarjan që këndoj në studio, ndoshta janë edhe një hapiri në tregun e muzikës. A dën me kriju një hapësirë tënde në Elitue, me ndëgju edhe ty të këndu? Se nuk i dihet asnjëherë. Sa është të mdojlë zoni, jam komplet e shtartë. Dhe imja ishte me të ajo hapësirën me ndëgju edhe ndoshta dikush të cilët kanë mundësi me të marrë menaxhment si dihet pas këtij emisioni që mundet me ndodhë. Por atë takon ty. Nuk kam po një interesume se për menaxhment, nuk është të probleme dhe me marrë diçka, po jam të punu vetë, kështu që
Nuk kam. Kriju një pikpyetje në lidhje me ato qysh me sponsorizu dikon, qysh me adon krejt hapësirën për tekst, për vi melodike, për videoklip. Edhe normal që në këtë kohë komerciale materialiste krejt e kuptushme që njerëz me kriju pikpyetje të tilla, po kur e dëgjon një talent si Tarja, a mundesh me u duru edhe mos me ajo kongën, do të kishte qenë derë për secilin kompozitores së studio me interpretu dikush si Tarja një vepër tëne, një kongë tëne, një krijem tëne. Këtu duhet me u bashku edhe bizneset, se jo, me investu ma më fund në një klas të rej këngëtarësh, se marum të i shajt studiove televizive për komercialitetin, për zhveshin e teprume, për ato që po i sjellin e s'duhet me u sjell, e ndërkos po përkrajmë modele, talentësh e artistësh të vërtet si Tarja. Kështu që mos krijo pikpyetje, po thjesht këna dhe të rego vetën, se vinë edhe tjertë me të më Jo, një shatu full për kont, për vete personal, për që kum pauzu, se ka që normal ona financiare, ka që pak që do të më mirë edhe me vetën, se nuk është puna mi fut këtë porët muzik, se do të pak edhe jeta që të vjek nena, ke edhe gjomrat elementare për jetën tonë personale. Unë për flasë që em kam vetë, nuk kum pos menagjer, nuk kum fillu vetë, nuk kum pos menagjer ose diçka kështu që më përkro se dikosh, kur i kam pos mundësit, pas 2 vjetë, 3 vjetë e kam... Talenti, a i madhë jarë zakonshmi përkrat. Po du me thonë që edhe nëse shkon ti për shembull me një studio, unë për vete personalisht e kam pak problem për faktin që nëse një muzik nuk më flan shpirt nuk muj me bo. Ti e vetë mja këntore që kurzohesh. Po mu nëse nuk më flan shpirt që aja muziku nuk muj me kënu, nëse pak se baj vetë, belën pak të nëse s'ku mor pak pjesë të via melodike ose të tekste. Pas keme pas problem me funksionu me menagement, se menagjeri gjithmonë ka me detyru me kënu Po fix qa jo dhe për qatë atë që e kërkon masa. Se vetë i kum bo 3 kongë që i kum bo, vetë i kum gjithë vijat melodike, vetë... Po veç a ki përfitu nga këto kongë që i ki kriju? Po, tashtë me full prej kohës pandemis, kur e kam porën, do me thonë konga por i ka 27 milion, që për mu është një arritje shumë e modhe, në krasim që shka qenë konga por, se ka njerëz një strot që janë 20 vjatë, për nuk i kanë asë 1 milion, për mu ka shumë arritje e modhe, pak të në botë që të ka njuft njerëzit, a jetë të kuptu edhe ishë mës me fitu, pak të në që të kanë hopë do dyrë për me vazhdu. Ta ishtë nga veca e mojna është ajo pak e do të zbën kompromise për muzikë. Nëse nuk të flenë një kongë, nuk i me bu. Nuk e boj, se unë e kam nashtë e na i farë stilit tam, ja pak unë e kënoj vish një stil, jam veç mbaloda, se pak së të vajtu dhe kur nuk më flenë, nuk më i me bo. Ma fatë borda, qka të cilin balodat në për diskotekë? Që aty jënë pare, që aty jënë koncerte? Që aty janë paret, po nuk e di, unë nuk jam bashtu për koncerte, për me baloda, më ka shku me baloda. Në fillim ka dhe që janë pandemi baloda dhe nuk më i me dollë për i vetës. Nuk është që s'knoj edhe tjera gjuhë ose kupton, po nuk e di, më flajnë ma shumë balodat. Ato e kum gjithë vetën. Qysh ndodhi në periudhën e pandemis që shpërtheve në rrjetet sociale? Edhe, po mdoke që koqa shumë i mendon vendimet e tua. A mendove shumë herë për para se me postu atë kongë? E ku mendu, shumë. A përshërën njëm një farë psikologe, apo jo? Me kupton thellë, po e bërë një intervistë psikologe. Në fakt konga atë kom rujt është në remake edhe shkru në klopa që e kam është remake, është do me thonë një gjuhë tjetër, po atë shumë e kom gu që atë muzik do me thonë që u ka një gjuhë tjetër, qaki, diçka të shtot, edhe ka u selqana për banjis ose diçka i dëton kënë qaki, bo, a kupton, met ashtu në fiksem. Edhe isha të e lypë në YouTube instrumentalin e soj muzike, dhe gjeta njën piano, edhe rasisht ashtu të e kënu vetë, edhe ja qenë një producentet, e thamë du me bo këtë muzik, po thot hajde njerë studio. Ama në fakt, para se me shku studio, unë e kom post krymet për fundume, unë kom kështu shoqni që shkrujmë që kina najzo shnek të vogël, ashtë një kjo ide që m'ledh me ashtu të pak, edhe ja kom fillu me kënu vetë, a kupton, edhe në rasisht një shumë që më ka një gjëzu, tani ma kalë shumë dërku. Tani që atë e kom po që ka dalë vish pak se qëtu pas në vodë diqka, më do të me shku në studio. Kur kom shtu në studio, edhe sa një por që u kon, s'kom desh me vo klip, që vëllu për vendime. Po se nuk e disha po mirë na ma me muzika ju, se nuk isha diqka që ja kisha prej vetës që du të pa tjetër më mirë me muzikë. Po edhe ata producenta në thanë që bani me klip që edhe nëse nuk vazhdo më me muzikë, pak të leta din kush e ka kënu. Në fakt mu kujtu ajo pjesa ku e ka nda një djari vogël. Fix qaja është dhe...
edhe isha të e këndu kështu në vete. Edhe nuk e disha qa po ndodhe Elit. Veç që merë dha shtonja 3 muj ku shkram shel, nuk dhe isha zhu mirë më rjetë. Ani, Ama e ke a do zgjedhjen e bukur kanë dur. të paktën. Unë thash në pandemi kur shumë njerëz kanë pas probleme të ndryshme sa i përket biznisit, karrierës, të cilat s'kanë shumë mirë zhvillu, ti në anën tjetër ki fillu Unë nuk kom karrierën. shpenzu shumë, u shkon konga që mos po këtë kom shpenzu në ashtë në jetën tem. Po të paktën edhe që mos me pos fitime të paktën bol dashnin e njerëzve që e ke morë, që atë kullë sidomos, ose Momentet e tilla duhesh me ditë mi shfrytzu, kështu që për Në fakt faleminderit në falë që të prejta Elit, faleminderit që ma dha dhe një ide është me shti edhe këtë kongën në repertuar. Amo në gjuhën indiane, më duket nëse nuk gabroj. Po blen. Po blej. S'ka dojnë rasisht në skenë. As një cent, të shfrytzu TikTok-in. Po du me marrë edhe një mendim për temën nga Arlindi. Arlen, cilat kanë qenë sfidat e tua në karrierën të cilën te ki përzgjedh? Po, sfida, juve shumë, po dhe shumë njerës cilë dhe kanë nisionim një karrierë, ose një sukses me posë, kanë me galu shumë sfida. Po ma shumë, për sfida ka më konë ato paragjikimet e njerëzve, bulizimet, jo t'i s'munësh me bu, jo pëse me bu ti për shemë nuk i prirje për këto. Edhe paragjykimi është taj që i cili kome të prish do herë kur ti kime njek suksesin tonë, ose kime njek atë qëllimin tonë, ose ondrën tonë. A ki trokis shumë në për televizione? Jo, s'kom trokit, për me thonë të kërkosh. Jena konë 3 veta që kena nis me një faqe, shqiptar që krejt, edhe sot jena konë 3, sot jena 14, ka do është zoti mirë. Po njerë për njerë jena qëto, i shohë do zoti s'ka masë një nevoj dikur mu hapë me shku një atje. Po me pas nevoj, besoj që po. Po, jem konë komedian, kom invitu shumë ftyra publike, edhe aty e kom pas një faqe dy tuat ka qenë, u tërheka, po unë e menoj që çdo herë do të vjen një moment ose një kohë që do shme janë shuranin dikuj tjetër. Jo, Ranen. Jo, pa tjetër me alë shuranin. Ka mjaftu shumë vend për gjithë. Po, veç unë e shoh në qatë formë. Kuj t'ja alë shumë Ranin, pra? Po, hala kërkosh zërë mas respekt për këtë ata komedianët që janë, i kom pas meq edhe i kom meq shumë të mirë, po nuk e shesha vetën, mu unë marrë dhe me muzikë, nuk e shesha mu vetën as në aktorem, as nuk di me kënum ka i gëzoni, s'kena... Ja, nuk është e vërtet, se den me këndu. E ka pas më duket një farë hiti viral me kongë Gjekos. E kom pas besa me një kovert Gjekos 2020 në Fiks më kujtu në mua, jo. E kom pas e kena pas bashkë Albusi. Fiks. Edhe qaja u pati. Nuk pas ka një për mu. E kom pas një kom për pejen. Si i ribe me rejni shpën senët. Është me qenë gazetar mas pari, sepse duesh me qenë gjatë gjithë kohës i update-um, edhe me pas një farë guximit të mpret. Unë e pas që ti ki nis edhe një kalvar të ri profesional për me indje këta njerës që bojnë senet që s'na mushin menën fort, si këta për shembull që merren me bioenergji. Po, çka ke? Unë jem njëri shumë kurioz. Unë jem njëri shumë kurioz, kom qef me ditë nëse shoh diçka që dikuj sa mush synin ose ka frikë për qasojnë, unë kom qef me shku me studiu me po pe ma nga afër çka është. Edhe për këto bioenergjiat na kena ndëgju paka shumë, edhe unë e menoj që është diçka shumë absurde me 2 lëvizje pa të prek për 2 minuta, po ta heken ai dhimbje që i kin tropo diçka. Në pas ka dal kjo video që apo den, edhe për shembull unë besimtar jam, edhe më duket diçka shumë absurde, bashkë ke shkoj ta provoj. Çka mundet më ndodh edhe tash kur thashë nuk reagoj kur gjon trupin tem, tha mundet ta mos më reagu. Okej, thash, kam provu diçka tjetër, thash do të ndjej unë vet. Tash po kam qef. Masë më pyet që me çfarë tendencë më ki ardh, thash, në mod tash më di çka e ka bën ti. Se ka pas reagime masi dul video? Jo, se për shembull ja marrni njerit 100 euro për një seancë gjysore, se njëri kur është në hall torket edhe ndër të hekrit. Kush ti thot më shku ku doj shkon, se është në hall. Ata është me gjithë njëri veç pse është halleli, edhe më marr 100 euro për gjysore është bajegëse shumë. E çka mendon pse njerëzit besojnë? Nëse s'ta ka jo pas një lloj ndjesie po fare, pse ja bujnë pagesën edhe dalin të kënaqur? Po unë thash që kur është njëri në hall, torket edhe ndër të hekrit. Domethënë po kjo është pak shumë edhe me psiqi, kjo është që ty masaj të hintrua apo më kalaj. Efekti placebo dhe efekti nocebo. Janë 2 lloje efekte që ndikojnë tek ne. Placebo është tek ata të cilët kanë natyrë suggestibile, janë më shumë të ndjeshëm, vulnerabël ndaj historive të dhimbshme ose ndjekin rituale besytnore.
janë më shumë të prirur, t'i ekspozohen veprimeve të tilla manipulative në nivelin iluziv, ashtu si që thatë përmes bioenergjisë. Ndërsa nocebo është për ata njerëz që kanë vetë kriticitet të lartë. Kur them vetë kriticitet, kanë një mendje shumë të operuar në nivelin racional apo logjik, edhe kanë pritshmëri të ulta. Në qoftë se mua si psikolog më kërkohet të shkoj të vizitohem ose të kërkoj ndihmën si i maskuar, ndihmën e një personi që vepron me bioenergji, unë noceboja ime është shumë e lartë në këtë rast, se pritshmëria është e ulët. Pikpyetje, prandaj, ne si shoqëri jemi suggestible, edhe në fakt jemi të Po, dhe prirur. psikologjia pak si lidhet me energji. Jo, Qysh mendimet tona psikologjia ka të bëj me matje, psikologjia ka të bëj me kombinime terapish të cilat kanë gjetje shkencore dhe Ma empirike. personat nocebo i prishin punë edhe vetë psikologëve, sepse Po, është për shkak të efektit kundër ata kur nuk i transfer besojnë asnjë terapisë. mendimi profesional. Ose kanë shumë pikpyetje mbi atë që Po, kam rastisht shumë njerëz kam pa që kanë qindra mira pyetje në lidhje me jetën e tyre, situatën, ngjarjet, ankthit të cilin e përjetojnë. Unë mendoj që për me forcu mendjen, racionalitetin tonë dhe për me zgjeru një uri vazhdimisht, edhe me marr literatura, me kombinue, me analizue, me zhvillu analitikën, mos unë konceptoni si religios ose ekstrem, sinqerisht. Po libri Kurani ngëshëton shumë ajete interesante shkencore që mu personalisht kanë ndihmuar mi shumë kuriozitet në jetën time. Veçanërisht për universin, e mos flasim për fazat e zhvillimit të embrionit edhe Cili është një sistemi prej periodik elementeve. kuriositeteve rroni ma esencial që ta ka shu pikrisht libri i shenjtë Kurani? Unë jam persekutu, ta them kështu, nga kurioziteti se ka botë tjetër, ose thjesht shumë edhe zhdukemi. Bëmi ushqim për krimba. Këtë besim, apo këtë përshtypje, deri kam pas shumë herët. Kur kam qenë student edhe thjesht nuk doja ta besoja se pas jetës, pasi që të vdesim, ne do të shkojmë në parajs ose në ferr. Gjëra që ndoshta ngjajnë me mitologji. Po në ajetet kuranore, ndërim, gjërat janë kaq shumë saktësore, të bindshme, konstruktive, të qëndrueshme, sikur dikush po flet me ty me shumë këmbgulje. Po monologon, po bisedon me ty me shumë këmbgulje. Po duket se është një autor aty, natyrisht tash, i mbi natyrshëm, krijues suprem, intelekt që po ta kumton një informacion deri që ky mesazh nuk ka asnjë deformim dhe është fiks kështu si interpretohet apo si thuhet si është i përshkruar. Edhe kjo këmbgulje në Kur'an, këto shkrime konzistente që nuk kanë fare luatje, po mbojnë tash jo vetëm me besu, po edhe me vazhdu lumtimin tim me pa që pas vdekjes ne me të vërtet nuk zhdukemi. E që kjo është kurioziteti që më ndjek gati ditë për ditë. Edhe disa nga shoqëria më thonë, na bezdisëm më këtë temë. Pse s'po e shijon jetën tash? Po nuk jam hedonist, unë më shiju jetën me ngajt pas nasive, ngaj aty shkësho, knaqu. Jo bre, duhet me qyrë matan, duhet me pa ku jemi, ku s'jemi, çfarë ekzistence po bëjmë, si përcaktohemi, si vetë përcaktohemi, apo jo? Faleminderit shumë, Derem Aki, diçka për fund? Njerëzit nuk duhet me undal, duhet me vazhdu në rrugën drejt suksesit edhe realizimit personal, sfida ka me pas gjithmonë, po duhet me i shty, në mos me shtyrje të letë me të rëndë. Sa bukur. Faleminderit shumë të gjithëve që ishit në Edit Way, edhe ne do takohemi edhe të dielën ardhshme në orën 20:15. Natën e mirë.